Ditën e sotme, shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 ka qenë e mbushur me debate të ndryshme. Megjithatë, në një diskutim në obor, teksa të gjithë ishin qetësuar, banorët kanë kaluar në përmend apo në diskutim vitet e kaluara të Big Brotherit dhe vlerësojnë më shumë atë që tashmë quhet Big Brother i Luizit ose Big Brother edicioni i dytë. Teksa banorët po flisnin për momentet e bukura që ai ka kaluar në shtëpi me Kiarën, që akoma ka mbetur kaq emocionuese dhe pëlqejnë nga të gjithë, Rogerti ka ndërhyrë në situatë, duke ofenduar edhe banorët, por edhe të tjerë që kanë qenë në fillim. Sipas Rogertit, të gjithë këta janë fansa të Luizit dhe nuk janë të fortë, aq shumë sa të bëjnë një situatë të tyre brenda në shtëpi. Ai ka thënë që në qoftë se banorët brenda në shtëpi do të kujtojnë situatat e vjetra dhe të përpiqen të bëjnë të njëjtat gjëra, duhet të dalin jashtë, pasi nuk janë të fortë. Përkundrazi janë shumë të dobët dhe kërkojnë fansat të Luizit që t'i mbështesë ata, duke e komplimentuar apo duke i uruar një jetë të mirë Luizit, ndërkohë që Rogerti ka thënë që ai është më i miri dhe vetëm ai po krijon situata, por banorët kanë ndërhyrë duke thënë që Rogerti vetëm di të shpalos dhunën apo të tregojë se kush është i mirë apo jo në këtë shtëpi. Situata ka vazhduar ende, ndërkohë që të gjithë presin një reagim nga Luizi. Megjithatë, të tjerë thonë që tashmë Luizi ka arritur në kulmin e karrierës së tij dhe nuk ka nerva apo kohë për të biseduar këtë gjëra, ndërkohë që Selin Rogertit i ka thënë që në qoftë se ka një fans më të madh të Luizit, ai do t'ishte vetëm Rogerti, dhe kjo gjë e ka acaruar më shumë atë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit tonë. Ju faleminderit.